Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 28 prill të 2025, ku është një ditë shumë e rëndësishme, një fillim javë të mbar, një ditë të mbar ju uroj. Ka për qenë për një mirë arsye, sepse ja keni bërë hizmetin dhe prisni tani frytet dhe mundësit. Duke pasur parasysh pikërisht ndryshimet që keni tani e tutje, është momenti i ardhur sepse pritet shumë gjëra të ndryshojnë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve dhe jo vetëm, po është një moment mjaft pozitiv dhe shumë i rëndësishëm në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Përfitojnë shumë në këtë ditë kaq të rëndësishme shenjat siç janë shenjës së dashit, shenjës së virgjëreshës, shenjës së shqiptarëve të vitit të tretë dhe pse jo diçka shumë pozitive. Madje ka një ndikim shumë të madh pikërisht kjo datë, sepse lidhet shumë me punën, lidhet shumë me çështjet e udhëtimeve dhe të karrierës në vazhdimsi. Për juve që keni pasur probleme në lidhje me disa dokumentacione, me disa çështje që vështirë e keni kaluar, por vjen një moment tani që është një gëzim shumë i madh sepse lidhet shumë me një ndikim apo rritje në detyrë ku kanë bëjnë shumë edhe çështjet favorite dhe mundësi të reja që do të keni tani atutje. Por kjo nuk do të thotë se kanë një problem për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tuaj, sepse është dhe ndikimi dhe favorizimet të mëdha që do të keni tani atutje. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, unë rrugëtoj edhe një herë për juve që kërkoni një parashikim detajuar, kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni, e shikoni dhe pastaj jeni gati, duke blerë paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni në kohën që ne jemi live dhe kërkoni të dërgoni një SMS për të marrë një live përgjigje, atëherë pikërisht është ky butoni këtu, e klikoni dhe duke ndjekur hapat, siç e shikoni atje, dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni përgjigjen live. Pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqense dashi duket se ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me ekonominë dhe disa çështje madhore që ndikojnë tani atutje. Por ajo çka do të keni juve është momenti pozitiv, sepse lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me ndryshimin dhe marrje vendimeve të rëndësishme që juve keni dhe mundësi të reja që do të keni tani atutje, por mos u shqetësoni sepse është koha më e mirë dhe më pozitivja e qenë ndonjëherë, edhe pse keni pasur probleme, keni pasur çështje të pazgjidhura në fushën e karrierës, por vjen një moment tani që çdo gjë është pozitive dhe mundësi të reja. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa probleme me akrepin apo dhe me demin, do ta sillni pikërisht në këtë ditë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqense demi nga njëra anë jep shumë mundësira dhe çështje të rëndësishme të rëna pezull mund t'i zgjidhni, dokumentacione, mundësi të reja, çështje të rëndësishme që keni pasur më përpara për të zgjidhur, e gjitha këto duket se është kjo periudhë, është periudha e artë për sa përket ndryshimeve, vendimeve dhe mundësive të reja. Në disa takime që janë shumë pozitive, madje është pikërisht kjo periudhë që është periudha më e mirë e mundshme në lidhje me një takim pune, me një ndryshim që do të keni tani atutje. Këto janë ndryshime vazhdimësie, korrektësie, sepse jeni në prag të një zhvillimi shumë të madh ekonomiko-financiar për ju kësaj shenje, duke pasur parasysh nga dita e djeshme që ka qenë dhe ndikimi më i madh në lidhje me çështjet e ndikimit të hënës së re në shenjën tuaj, ka një ndikim në 14 që do vinë, prandaj bini pas gjërave që keni rënë pezull në çështjet shpirtërore, edhe pse keni pasur një problem me peshk apo me virgjëresh, duket se do ta zgjidhni pikërisht tani. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Për sa përket binjakëve, për binjakët duket se largoni larg konfrontimeve, sepse një ndikim që ka të bëjë tani me të drejtën tuaj, ju keni të drejtë shumë të madhe, por kush ua di. Është momenti tani që të shikoni çfarë doni të bëni në vazhdimsi, sepse
për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, për arsye të disa gjërave që vërtet është momenti i duhur për çështjet e financave dhe të ekonomisë, është një moment shumë i mirë edhe në zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që do të kenë tani atutje, ku kjo periudhë është periudha shumë e mirë e mbar në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve të një pasnjëshme që mund të keni, ku është momenti i duhur për gjëra që doni të bëni. Momentet që keni të bëni dhe koha ka treguar që juve jeni me fat dhe fati ju do ashtu siç jeni, ashtu siç keni qenë dhe jeni. Dhe është një moment mjaft i mirë mbi ndryshimet që do të keni tani atutje. Janë ndryshime, në një anë mund të jenë ndryshime rutinë, por në ana tjetër mund të jenë ndryshime favorite për sa i përket rëndësive të veçanta dhe kohës së punës suaj, por një nga momentet që mund të keni dhe çështjet janë më pozitive në anën ekonomike financiare, duke pasur parasysh mundësitë që jepen, sepse gjithmonë binjakët janë një hap para asaj çfarë ndodhin dhe ku ata kërkojnë dhe vendosin. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashnë dhe dyqipar dhe me peshore duken të mbara. Vijojnë të shenja e radhës që është gaforja. Për sa përket gaforeve, me qenë se gaforet dhe duket se tani në këtë periudhë kanë pasur disa problematika të ndryshme dhe jo vetëm kaq, por është mundësi e artë në lidhje me takimet që bëhen, lidhje me vendime që do të merret. Me qenë se juve të shesë gafore s'keni një lidhje karmike, shpirtërore, mundësi në ekonomi dhe në vazhdimsi, keni shumë gjëra që të tjerët nuk i kanë, sepse kjo do të thotë çështje të rëndësishme zgjidhen, do të thotë që një çështje pune e re është në prag për të zgjidhur dhe problematikat që keni pasur përpara fshihen nga memoria juaj dhe jeni në kohën e duhur për të bërë ndryshimin e madh. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dëm dhe me Akrep duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë të shenjës së luanëve. Për luanët, meqense luanët tani e tutje duket se kanë disa mundësi të arta në zgjidhje të çështjeve problematike ose disa çështjeve që tani për tani kanë mundësinë dhe çështje të rëndësishme dhe favorizuese, nuk diskutohet që kanë anën më të mirë të tyre të mundshme në ekonomi dhe jo vetëm. Kurse një çështje kontrate dhe një mundësi të artë që mund keni dhe çështje të tjera që do të ndikojnë në anën tuaj është mundësia më e mirë e mundshme mbi ndryshimet. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, sepse keni pasur disa çështje problematike në lidhje me çështje shpirtërore, një ndarje e padrejtë që është bërë para disa kohëve, por kjo nuk varet nga ana juaj, varet nga disa persona të tjerë që kanë ndërhyrë në lidhjen ose kështu e kanë kuptuar, pa të keq do ta thosha unë, mirë po ngaherë ndihesh fajtor pa qenë fajtor. Kjo është e gjithë historia që në raste të veçanta ndodh tek neve, por gjithashtu është një moment i mirë për të zgjidhur çështje problematike në fushën e dashurisë, sidomos lidhjet që kanë të bëjnë me Dëm dhe me Binjak. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë Virgjëreshët. Për ju të shenjës së Virgjëreshës duket se kjo periudhë është periudha juaj, është momenti juaj, kjo fillim javë duket se i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje të pazgjidhura më përpara, edhe pse me disa vështirësi të vogla që mund keni pasur, por janë vështirësi kalimtare dhe jo problematike në anën tuaj, sepse duke pasur parasysh edhe kohën, por në fakt juve jeni shumë të favorizuar në çështjet e punës në lidhje me disa ndryshime të mëdha që do kenë tani atutje, ku kjo periudhë është periudha juaj dhe është momenti i duhur për të zgjidhur problemet që keni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dëm dhe me Ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që është Peshorja. Për sa i përket peshoreve, peshorët duket se tani një nga momentet më të mira që keni, do të thotë ajo e takimeve të punës dhe një bisedë që do bëhet pikërisht në lidhje me një çështje madhore ekonomike financiare, sepse keni pasur disa probleme, disa gjëra që nuk janë ashtu siç duhet, por janë kalimtare. Me kalimin e kohës gjërat do të ndryshojnë në favorin tuaj, sepse është një mundësi shumë e mirë tani dhe nuk është diçka që mund të themi se çfarë mund të ndikojë ose çfarë mund të bëhet në fushën e ekonomisë, por gjithashtu
ka diçka shumë të madhe në fushën e karrierës tuaj, në fushën e biznesit tuaj, sepse kjo fillim javë ndikon dhe ndryshon shumë gjëra. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me ujor duket në bara. Edhe pse i problem kemi pasur me dashtë dhe diçit të dytë, por kjo vlerën për tu parë dhe një herë ku keni gabuar për të zgjidhur problemin. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Akrep të dashur, unë do thoja që bëni pak kujdes në lidhje me një takim pune që do të keni tani, edhe pse juve mund të nevrikoseni për një arsye apo për tjetrën, por kjo nuk është pak me spec nëse juve nuk e zgjidhni këtë problem që keni pasur para disa kohëve, por është një moment shumë i mirë tani në lidhje me një takim pune, në lidhje me disa vendime që do të merrni, por takimi që mund të bëni pas dite do jetë mirë për juve. Edhe një çështje e lënë pesë para disa kohëve, duket se tani është momenti i duhur për zhvillime dhe ndryshime të mëdha financiare ekonomike. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 parë dhe binjak të 10 tretë duket në mbara, edhe pse një problem i vogël keni pasur me peshk të 10 të tretë, do ta zgjidhni pikërisht tani. Shkojmë tek shenja e radhës që janë shigjetarët. Për shigjetarët duket se në këtë periudhë edhe pikërisht tani është momenti i duhur mbi disa ndryshime dhe vendime që mund të merret, por nga njëra anë keni mundësinë dhe çështjet që do t'i zgjidhni pikërisht ju vetë në lidhje me një takim pune, në lidhje me disa çështje financiare, sepse është një moment shumë i mirë dhe pozitiv për të parë çfarë do të bëni në vazhdimsi. Kurse në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 parë, me ujor të 10 tretë duket të mbara, edhe pse një problematikë e vogël që keni pasur me dash do ta zgjidhni pikërisht tani. Por një udhëtim dashurie, një udhëtim pozicionim planetar që është shumë pozitiv për juve, është një moment shumë i mirë dhe tepër ideal për vazhdimsi. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 parë, me ujor të 10 tretë që është perfekta, por më idealja për juve të shenjë shigjetarit janë peshqit të 10 të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë për të vazhduar jetën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, janë bricjapët. Bricjapët e dashur, duket se ka ardhur koha dhe momenti për të bërë një përllogaritje në fushën ekonomike, sepse edhe pse keni pasur disa çështje problematike të pazgjidhura më përpara, por vjen një moment tani ku kjo periudhë është më e mira e mundshme, është një periudhë shumë pozitive, madje i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur në çështjet ekonomike financiare, për të zgjidhur disa problematika të ndryshme që mund keni pasur tani, por kjo do të thotë që është njëri në kohën e duhur mbi çështjet ekonomike financiare, mbi vendime që do të merrni dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht dhe 10 parë, por dhe me gafore, jeni në kohën e duhur për të vazhduar në shkuar në altar dhe pse jo një pasardhës është më së mundur. Shkojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Ujorët e dashur, ky moment është një moment zgjimi më tepër se sa vazhdimi, sepse ju në vazhdimsi në lidhje me punën tuaj, rutinë e përditshme, disa gjëra mund të duken të vështira, mund të duken në disa dilema që mund keni, por këto janë dilema kalimtare dhe problematike, kurse në çështje që lidhen me anën e punës të largët, po keni me dokumenta ose prisni diçka të re tani atutje, është fillimi i kësaj jave, fillimi i ndryshimeve, se i mundësive të reja që do të keni tani atutje. Kurse në çështjet shpirtërore lidhje që kanë bënë me dëm dhe me ujor duket në mbara. Pak kujdes me bricjapët të 10 të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqive, peshqit duket se janë në kohën e duhur, në momentin e duhur për bërë zgjidhjen perfekte. Zgjidhja perfekte do thotë lidhje me punën, ndryshim pune, lidhje me blerjen e një objekti ose kandërmën për të bërë një blerje, është kohë e mirë dhe është e përshtatshme në blerje, sepse ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë deri në datën 14 ditë nga hëna e re, ka filluar nga dje, ku janë shumë të pozitive, sepse kjo hënë e re do të japë mundësira edhe në çështje ekonomike financiare, në lidhje me blerjet dhe shitjet, në lidhje me anën e financave të dashurisë apo të lidhjeve të shkëputura që kanë bashkim familjar për gjitha shenjat, por me kësaj të shenjës së peshqeve e keni paksa më të ndikuar në këtë aspekt dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani për të marrë vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë
me akrep të 10 diqit parë, me binjak të 10 diqit të që është perfekta, por pak vëmendje do të bëni me luan të 10 diqit të tretë, ku është e momenti dhe koha e duhur mbi stabilizimin dhe konkretizimin e një lidhjeje afatgjat, ose ju që jeni në diasporë, që keni të bëni me disa takime dhe çështje të rëndësishme financiare dhe vazhdimësie. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për vazhdimësi dhe koreksi në fushën tuaj të dashurisë, të familjes dhe të vazhdimësisë. Këto ishin pak a shumë përse përket të pikërisht datës 28 prill të 2025-s. Nëse jeni të interesuar për parashkrim të detajuar, kemi pikërisht faqen roz atje, e klikoni dhe atje mund zgjidhni një nga paketat që Astrologo Pikal ofron, e shikoni, zgjidhni paketën tuaj, numër për katës të blerjes dhe jeni gati pastaj për të vepruar, për të ndikuar, për të parë çfarë doni të bëni, çfarë doni të arrini fal zgjuarësisë të motorisë suaj, por njëkohësisht në kohën e duhur që do të jetë koha juaj, i keni gjithë atje paketat, duke zgjedhur paketën tuaj, ndash për lidhjet serioze, ndash jeni ndarë, doni të keni një bashkim si mund të bëhet, ku është koha e përshtatshme dhe sa jeni bërë për njëri tjetrin, kështu me radhë keni atje dhe i dërgoni, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që në kohën që ne jemi live, edhe do të dërgoni një mesazh. Kemi pikërisht të butonin këtu. Atje ndiqni hapat dhe ashtu siç e shikoni atje, mund të klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhe në kohën që ne jemi live. Unë nga Europulla, më të mirën ju uroj, një ditë të mbar, javë të mbar dhe një ju uroj. Gjithë mirat.